Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doktori zbulon të vërtetën, ja çfarë tregojnë gazrat për shëndetin tuaj. Gazrat mund të tregojnë shumë për shëndetin dhe mirëqenien tuaj dhe këtë ndoshta nuk e keni ditur. Gazrat janë një gjë komike për njerëzit e rinj dhe të vjetër dhe nuk janë diçka të cilat diskutohen në publik. Mirë po në fakt të gjithë lëshojmë gazra her pas here. Çfarë janë gazrat? Gazrat janë një përzierje e ajrit që e gëlltitni gjatë kohës kur ju merrni frymë ose hani ushqim me gazin që prodhohet nga bakteret në zorrët tuaja. Bakteret në zorrët tuaja krijojnë gazra për shkak se ka ushqime të cilat trupi juaj nuk mundet që t'i tret. Në fakt, të lëshosh gazra rregullisht është një shenjë që ju konsumoni mjaftueshëm fibra dhe se keni një koleksion të shëndetshëm të baktereve në zorrët tuaja. Gazrat me erë. Rreth 1% e gazit që prodhohet nga zorrët tona nuk është pa erë. Ajo e erë është zakonisht sulfit hidrogjeni, gaz i cili krijohet kur trupi i tret ushqime të cilat përmbajnë sulfur. Shumë ushqime të shëndetshme prodhojnë gaz me përmbajtje të sulfurit kur treten. Ky gaz pastaj del nga trupi në formën e një gazi me erë. Gazrat me shumë erë. Nëse e gjeni veten duke lëshuar gazra me erë aq të keqe saqë askush brenda dhomës nuk mund t'ju duroj, atëherë kjo është një shenjë ndonjë problemi shëndetësor të brendshëm. Gazrat pa erë. Gazrat janë plotësisht normale dhe të shëndetshme. Gjithashtu, ka disa gjëra që mbesin të pandryshuara që nga fëmijëria dhe deri në moshë të rritur. Një ndër këto gjëra janë edhe gazrat. Në shumicën e rasteve duan të tregojnë diçka për shëndetin tuaj. Disa nga gjërat që shkaktojnë gazra dhe mënyra se si t'i parandaloni do t'i gjeni në këtë video. Hani shpejt. Sigurisht që familja ju thotë që jeni duke ngrënë shumë shpejt dhe një ndër gjërat që shkaktojnë gazra është ushqimi i papërtypur mirë. Ajri i cili futet në trupin tuaj përderisa ushqeheni dëshiron të dalë disi. Për të parandaluar këtë gjë mundohuni që të hani sa më ngadalë. Zorrët i keni të pa ekuilibruara. Siç dihet, një përqindje e vogël e gazrave na tregojnë se jemi duke bërë veprim të turpshëm. Ju mendoni se gazrat me erë nuk tregojnë asgjë, por në fakt e keni gabim. Ato tregojnë se zorrët i keni të pa ekuilibruara. Gazrat me erë zakonisht shkaktohet kur ju konsumoni fasule ose brokoli. Gazrat janë të shëndetshme, por jo në sasi të madhe. Mendojmë se kjo është e rëndësishme që të përmendet. Sipas një studimi të botuar në Cell, studiuesit kanë gjetur se mikrobet kanë nevojë për fibra në mënyrë që të ruajnë shëndetin optimal. Kur nuk ushqehemi me fibra të mjaftueshëm, shtresa e mukusit mundet të na dërgojë drejt një infeksioni. Normalisht shumica e baktereve të cilat gjenden brenda zorrës së trashë fillimisht fillojnë të pushtojnë në zorrën e vogël dhe në formë gazrat bëhen të pashmangshme. Gjithashtu jeni të ndjeshëm ndaj produkteve të qumshtit. Edhe nëse keni hequr dorë nga produktet e qumshtit, trupi juaj kërkon kohë derisa të mësohet. Sa herë që e vëreni se dieta që ju e përdorni duke ju fryrë menjëherë, mundet të duhet të ndërroni qasje. Produktet e qumshtit shpeshherë ju bëjnë të ndiheni të fryrë, por ndër ushqimet të tjera që ju fryjnë janë edhe gruri, qepa, hudhra, bishtajoret ose pemët e frutit, pjeshka dhe qershia. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë se fryrja dhe gazrat shpesh munden të shkaktojnë një problem të madh. Ja se si ju të zgjidhni lehtë dhe pa shpenzuar para me ndihmën e vetëm një pijeje nga kuzhina juaj. Fryrja dhe gazrat krijojnë gjithashtu dhimbje në stomak dhe e bëjnë njeriu të mos ndihet këndshëm. Ja pra se si ju ta zgjidhni këtë problem në një mënyrë tërësisht natyrore. Zgjidhja gjendet në uthullën e mollës, e cila përmban dy përbërës kryesor për një tretje shumë të shëndetshme dhe gjithashtu ajo shërben për sa i përket përmirësimit të tretjet dhe lëvizjes së zorrëve.
Uthulla e mollës përmban pektinën dhe enzimat digestive. Pektina është amidon i cili nxit punën e baktereve të mira në zorr, gjë që ndikon edhe që ushqimi të zbërthehet gjatë tretjes. Në qoftë se stomaku juaj është fryrë dhe keni gazra, ju duhet që të përzjeni 2 lugë uthull molle në një gotë me ujë të nxehtë dhe gjithashtu ta pini atë çdo ditë. Ekspertët theksojnë që uthulla e mollës mundet të zgjidhë problemin e fryrjes, i cili shkaktohet me helmim nga ushqimi. Mirëpo për çdo rast, para konsumimit të këtij ilaçi natyror, ne ju këshillojmë që të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Mesatarisht një person lëshon gazra 15 herë në ditë dhe ky numër mund të arrijë deri në 40. Gazrat prodhohen nga ajri i bllokuar dhe nga gazrat trupor, ndërkohë që është një proces tërësisht normal. Mundet gjithashtu që të jetë e zhurmshme dhe turpëruese në disa raste, dhe kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve i mbajnë. Por, sipas Bright Side, kjo nuk është ideja më e mirë sepse mundet t'ju shkaktojë probleme të mëdha. Trupi mundet ta rithithë atë. Kur e sforconi trupin për të mos nxjerrë gazrat, ai nuk ka një zgjidhje përveç se ta rithithë atë. Ai fillon të qarkullojë përsëri dhe mund të dalë jashtë nëpërmjet gojës në formën e gromësimave. Mundet të shkaktojë dhimbje dhe urdhë. Kur ju tkurrni muskujt për të shmangur lëshimin e gazrave, ushtrohet gjithashtu presion brenda trupit dhe mundet të shkaktojë dhimbje dhe urdhë. Nëse e bëni rregullisht, mund të shkaktojë ëndje dhe në aparatin tuaj tretës. Ndikon në shëndetjen e zorrës së trashë. Gazrat eliminojnë presionin në trupin tuaj. Mbajtja e tyre mund ta irritojë zorrën e trashë dhe gjithashtu mundet të shkaktojë hemoroide. Do t'ju bëjë juve të ndiheni të fryrë gjatë gjithë kohës, ndërsa është ende e diskutueshme nëse mbajtja e gazrave ju fryn apo jo, është zbuluar se mbajtja e tyre brenda vullnetarisht ju shqetëson dhe ju jep përshtypjen se mund të jeni të fryrë. Mundet të jeni duke sinjalizuar një problem më të keq. Edhe pse gazrat janë një proces normal, zhurma dhe aroma e tyre në të vërtetë mund të tregojnë për probleme të ndryshme dhe aroma në të vërtetë mundet të tregojë probleme si intolerancën ushqimore dhe problemet e tretjes. Gazrat me aromë jashtëzakonisht të qelbur munden të tregojnë një përmbajtje të lartë squfuri në trupin tuaj. Nëse ato janë të dhimbshme, ne ju sugjerojmë që ju të konsultoheni më parë me një mjek. Truket që duhet të përdorni për të shmangur gazrat me aromë të qelbur dhe me zhurmë. E para gjë që ju duhet të bëni është të shmangni pijet e gazuara sepse ato prodhojnë më shumë gazra në trupin tuaj. Hani pjesë më të vogla dhe përtypuni ngadalë. Konsumoni ushqime rregullisht si banane, patate, drithra dhe grur për të parandaluar aromën e keqe të gazrave tuaj. Mirë, po gjithmonë duhet të dini se këto receta nuk premtojnë mrekulli, prandaj ju duhet të tregoni të kujdesshëm në përzgjedhjen tuaj ushqimore dhe të kuptoni se çfarë po i shkakton këto probleme në shëndetin tuaj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se ju të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Faleminderit.